dashur shikues të Agon në Blu, shpresoj të jeni zgjuar mirë sot, ditë e ejndë, ndërsa moti në qytetin e Florës duket i paqëndrueshëm, por zargushi i vape madhe, dhe pse në mesnat ka patur rreshe shiu me intensitet të lartë dhe të tima, ndoshta protest për mbylljen e TikTok-ut, por edhe për këto listat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike nuk e di, do të flasim pak më vonë për emrat që kanë dalë në listat nga dyja krahët, por unë mendoj të shkojmë pak parashikimin e motit se si do të jetë për ditën e sotme në qytetin e Vlorës, por edhe në qytetet e tjera të vendit tonë dhe rikthehemi në studio. Dojshim parashikimin e motit, ndërkohë tema që jemi vendosur për sot është opinioni juaj për listën si nga ana Partisë Socialiste, por dhe nga Partia Demokratike. Fillon fushata, tashmë jemi gati për zgjedhjet e 2025-s, por ne jemi gati për të shkuar në një hapësirë muzikore, më mirë pastaj flasim për politikë. Shqipërinë
Ja të kë jemi rikthyer në studio pas hapësirës muzikore, flasim pak, ditën e djeshme Partia Demokratike ka zyrtarizuar listën e mbyllur për deputet, cilët do të garojnë në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit, pas një mbledhje maraton në Selim Blu. Kryesia e PD-s dhe Këshilli Kombëtar votuan listën e mbyllur me emrat e kandidatëve për deputet në të gjithë qarqet, por në qytetin në qarkun e Vlorës është Bujar Leskaj, Artild Hoxha, Hina Zhupa dhe ndërkohë nga Partia Socialiste gjithashtu kanë dalë emrat, lista e mbyllur, Vledar Çuçi, Zamir Asinaj, Eriona Ismaili dhe Piro Vëngu. Pastaj listat e hapura vazhdojnë emrat më poshtë, se nuk do rim ku të kalojmë emrat të gjithë me radhë. Pra, por tashmë mund të themi që do të fillojë gara për zgjedhjet e 2025-s, kandidatët që do dalin përballë njëri tjetrit nga të dyja partitë. Ja, dhe partitë e tjera të shtuara, emra që kanë dalë që e bëjnë të popull truri një bëjnë çorape, mund të themi se zdi dhe populli ku të shkoj dhe ku të votoj me kaq shumë parti sa janë krijuar këtu. Por regjia nuk e di, do të jetë më ndihmoje pak në flisni pak për fshatin Babic. Jo, ose tek banorët e Kuçit, po. Për banorët e Kuçit në protestë për marrjen e ujit, të cilët ka nisur punimet pas ditën e djeshme banorët e fshatrave të fshatrave përreth, por edhe të Kuçit kanë vajtur dje, pothuajse pranë lumit Shushicës, kanë kundërshtuar vijimin e punimeve për marrjen e ujit në burim dhe nëpërmjet sistemit të pompimit. Banorët kanë larguar mjetet e rënda dhe mos lejimin e punimeve për hapjen e kanaleve dhe shtrimin e tubacioneve. Siç e shkoni nga planet, janë automjetet e firmës, por gjithashtu janë dhe banorët që kundërshtojnë nisjen e punimeve duke mos lejuar këto mjeta që të vazhdojnë punim. Për më shumë se 2 vitesh banorët e këtyre zonave kundërshtojnë marrjen e ujit nga buronja tek Kuçi, i cili më pas do shkojë drejt zonës së Bregdetit, Dërmiu dhe Palasës. Por protesta e banorëve nuk ka as kundërshtim nga punojësit e firmës, të cilët janë larguar dhe me mjetet e rënda duke mos vijuar punimet për mos patur përplasje fizike, por banorët do të nisin një peticion Bashkisë së Himarës për të kundërshtuar këto punime që kanë nisur dhe ditën e djeshme kanë vajtur mjetet e rënda për të nisur punimet për të marrë ujë nga buronjat e Kuçit. Ndërsa banorët janë bërë bashkë për të kundërshtuar këtë projekt, siç janë bërë bashkë dhe banorët e Tregjasit për të mos lejuar marrjen e ujit nga burimet e fshatit. Pra, ka patur protesta dhe kundërshtime dhe nuk do lejohet të merret uji siç është kërkuar nga ky projekt që do të shkojë drejt Bregdetit për resortet në këto zona në Dërmi apo Himar. Por ndërkohë regjia nuk e di, themi të shkojmë në një hapësirë muzikore, ndërkohë presim telefonata nga ndjekësit tanë, opinioni juaj për listë. Ja. E dija, por nuk e di pse pati një shkëputje, por do të kontaktojmë numrin që na mori, opinioni juaj për listën e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, se çfarë mendoni për këto kandidatë që keni parë ditën e djeshme. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotin. Si jeni? Më ta uli pak volumin e televizorit, ju lutem, se rikthehet zëri, nëse mundesh. Jo. Po. Alo. Më dëgjon. Do të flasi çik për këtë listët e partive politike, por megjithatë ti kishe atë punën e aty në që kishin marrë ujtin. Po. E kemi vendosur temë, opinioni për listën e Partisë Demokratike, por e PS-s, por kemi dhe partitë e tjera, nuk vendosin të gjitha në ekran. Jo. Po. Nuk e diskutoj që ju nga po telefononi? Politike punojnë për interesat e veta dhe po. Dëve njerëzit e tyre këto zoti gazetar, dëve njerëzit e vetëm. Po. Unë atë ke lista e Vlonës nuk pash atë Tahiri që të kandidon të më duket atë qamin e asaj skeles më duket. Dashamir Tahiri, po. Për Sali Berisha me bë. Sali Berisha është i llahtarshëm, se këta janë të dy llahtarshëm, si e dira ama si Sali Berisha, se janë bashkë. I noni ka pjesë të zoti gazetar, nuk janë këto janë e ardhmja, këto janë pasasit e Enver Hoxhës,
Ramizalis me kompani, kurse ato që kanë vujtë regjimin pronarët të persekutumit, të vujturit, nuk kanë as partia zjose këto kanë njerëzit e tyre, kanë komunistët. Mendon se janë zhgënjyer njerëz se cilët prisnin të ishin në listat si dhe nga e majta dhe nga e djathta, se kanë punuar këto, janë përpjekur të punojnë, por të tregojnë e prorëve kryemin si nga PS-ja, po dhe nga e djathta, bjefer. Ja, nuk lihen zotin gazetar, nuk lihen qytetarët jashtë liste, se këto dhe njerëzit e ty, po Flamur Noka është një hasi kuksi zotri, pa nuk drejton sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, Banda Voksi, Sali Berisha ardhë nga ajo është shpellët e drogopizma i ka ardhë, 20 vjeç në Tiranë me gabe, me qileshe dhe të kushe. Nuk flasim... Sali, jetë se i vjeç, i shë ka punën. Po. Ikë zotri, po që e leja shlise dhe të tahinë dhe të fashirë. Ajo qapa, ajo ka elektoratin e vetë në lorë, për Saliu, të gjezit besnik që ta brënë, sa është një spak, pa është duke e nuk, këto më shifë më ka, ajo është në burgi lirë dhe kjo e kam i tonë, më që është të njeri mërë. E kuptoj shqip. Qysh më, me di është në gjyqë mërë, ajo ka i tonë e bërë të pëtet. Shkon me janë i qerit, me orët e gjuzit, po parti politike janë të zotri, edhe sote asë një shqipti. Po, zotri, kush mund të... Unë ka bitë me këto njerës, mërë burë, unë a dinë si shkojnë mrapa këto njerës, mërë, po e ti pjesë e veriu të shkojnë se i ka po me prana, i ka po pasanik, i ka po në përpose, i ka pas gjithë prokurora, i ka pas gjithë gjyqtar, gjithë, anë me veriut, mërë, pa i... E kuptoj. Kjo është njeri që diqë, më pa i bëni, bëri grushteti më të sërmoj lonën, të pëllenën, drekin e piri, kë halja, të se i vjesë, në bëllistën të asaj, deputetve. Po lijet dërsule jashtë listën, po lijet një rrimë të pagu, po i x e y-loni. Këta e më dit me ta kriminellë. Që të flasë zotri, me që kemi vujtë regjimin, që nga vrajë, nga prej, këna dal gjak, këta nuk pysin për ne zotri, këta pysin vetëm për komunistët e tyre, për njëzit, o e kam... Më falë se nokët bëzvisa. Jo, as pak. Nuk po kam durim më të flasë, ne jo pa. Ju nga telefononi, zotri? Burda? Ju nga po telefononi, nga... Kavaja. E ndish një emisioni, e ndjekin kavaj? Da e njek për herë, zotri, e njek për ditë e njek, po nga i herë dhe i ditë telefonit, se me zje gjejet e jam vlora, jo kjo, me zje gjejet e zotionit atë rofë. Të falenderoj shumë. Nuk di që flasë më shumë. I the të gjitha. Komunizmi nuk e diskutoj, po kjo që e ma vetë për demokrat, kjo Saliu që e ma vetë për demokrat, e ka shkiru Shqipërit, Sali Berisha, është halli kush do... Unë të fushi me pasaport të rënët e. Kush do ta bëj Shqipërinë? Kush do ta bëj Shqipërinë, se tani majt djath, kyll, LSI, çfarë janë gjithë to parti, nuk merr vesh. O zoti gazeta, po ka djath Shqipëri kujtë ati. Ko që djath e Shqipëri më bu? Ko ka djath, po këj shkatroj me prona, me persekutum, e me gjithë njerëzi me këj shkatroj, me këj bëni copa, po këj ka po ditë për ti balë me i ka aty, po që balë është me i ma nga thiri, që për ti balë e i roshi, që për ti balë me jeni qeri njërë me biciklet të ronë, ku shenje hëtë njëri, më qërë këta më të gjërat që nuk... Ora të të shmeta i thote për Shqipnis, Partisë Demokratike, Sali Berisha, në Albana Voksin, është mesa atje si Voksin, që ka vra, ka preka, shka në gjo pa bomë, zotri, këj matë ke komët më. Po kjo është më komunistë në zakë të zotri. Këtë gjuzi, rosë komendanti me grush. Ora vjën të buda lozë në i gjemër. Po kush i hakë të më, kush i votat të më, kush merët me... E kuptoj irritimin tuaj, zotri, tani, çfarë t'i bëjmë, ndoshta... Rosh. Të uroj një ditë të mbarë, dhe faleminderit që na telefononi. Rosh. Tani prisni, se ka ankesë tjetër. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes,
Përshëndes o gjigant. Si e? Përshëndes parafolsin, ajo. Po. Përshëndes parafolsin, ajo është demokracia e vërtet. Po. E përshëndes burazer ti nga kavaja ti, e kene në ADN, se ke vuajtur vetë. Po. Unë shikoj këtu, vinë familja Shara. A ishtë djali mirë kështu, po është djali naiv. A ishtë një djali shumë mirë, a ishtë për në Suedi, Norvegji, nuk është për këtu të këta orë këtu. Po. Erdi në studio dje, po ai nuk e di se ai po i vetëm brava një sekretarit PPSH-s. Ishtë sekretari partisë punë Shqipërisë në spital. Ka dënuar njerëzit, Yusef Shoshori, shokun tim e kisha ka ush. Yusef Shoshorit i gjeti një trak në xhep, i dha 25 vjet. Ishte Sali Berisha, dëshmimtar, ka qenë në gjykatë brenda. Po. Që sa hapin dosjet? Ka hapin dosjet. Po te autoriteti dosjet Sali Berisha ka vënë pa e zanë dhe ti në Atropoja, ka vënë Gelda Sulun, bajse një oficeri, ushtaraku. Po, po pse nuk kapin këto dosjet? Ka kapur sigurimi shtetit, i kapi komunizmi. Pse nuk kapin këto dosjet? Shqipëri nuk ekziston dhe këto, po garojnë dy bandat e Ramiz Alis, po përplaset në Veroqa me Ramiz Alin. Ore, ka që i fort pas ka qenë Ramiz Alia. Janë dy bandat të PPSH-s që po përplasen me njëra tjetër. Ka ndonjëna djemë tanë, do vëllezërit tanë. Ne kemi kuadro të larta. Kemi komanduar, kemi kuadro e në ndece ka qenë. Ke vllain Toni Lirin që isha atë ditë aty te lokali. Ai ka bërë universitetin Trieste. Po? Në Trieste, në vitin 72. Se mos jetë prefekt, do tjetë kryetar bashkie vllai i Liri. Ka bërë 15 vjet burg. E kuptoj. Më thua një dënuar politik që ekziston sot në Shqipëri, në drejtimin në Shqipëri. Ka ndonjë nga dënuarit politik, ka ndonjë në lista çfarë ke parti në këto? Asnjë nuk ekziston, asnjë nuk ka shansi, ka thënë Ramiz Alia. Atyre tha maksimumi do japni vetëm për policë. Po e lat vetëm në polici tha, xhandarda. Pas kalon Po ngritën kokën tha, priuani kokën tha. Po priun atë dishte kokën. Pas kalon amanet dhe Ramiz Alia. Amanet. Këta janë kotë që Shqipëri ka 80 vjetë nuk është futur e djata një ditë vetëme. 80 vjetë u shduk. Po. Dhe një ditë të vetëme nuk ardhe djata në Shqipëri. Këta ve kotë basi komunisti, janë ta lava, janë një kotë fare. Nuk e shkoj një rini kotë të vete djatë. Ku e kemi djatë, ma? E përte me skafista. Ata që mbjutër njështë i detë, po ne shqiptarët bërtasim demokraci liri, po... Këtë quajtë mërë, quajtë skafista, ata i mbjusi njështë i detë. Me qëra fjalla, a ka lirit sot mbjullë dhe TikToku? Po e shturë mërë, po ku ka Shqipëria të vëzhi, vati lumi komplet. Ata që po votoj sot primare janë gjithë, më i mora familjet më i morale shqiptare, të Vlorës. Familjet me i morale, rrugaqeria... Mirë, jo, s'mund t'i paraqykojmë të gjithë, si dim se si është. Nuk mund t'i ofendojmë njerëzit, tani se jemi dhe live. Më thua një mbërgosur politik, një në atat mitat dhe i frashit o të ishme... Ti ke të drejtën tënde të flasësh, por s'mund t'i ofendojmë njerëzit. Të i frashit, fa ikonisës, ke aty, ka Ali Aslanit, ka, nuk ka. Po, dakord jam dhe unë me ty që Vlora, qyteti Vlorës ka intelektual pa fund, ka njerëz që kanë dhënë. Intelektual të shtrëmëri kanë marrë të plepa në Durrës, kanë marrë diplomën me 6 muaj. Kanë marrë me diplomën e apër gjykas me 6 muaj në Durrës, o ti. Qa intelektual ke me si kujtim Gjuzi, ka mërë diplom falso. Jam dakord që për pasi... Kujtim Gjuzi ka 3 vajza, asgjera nuk e voto baban. Se ka pa abandonuar. Po. Ore, sa e pas ka informacionin për gjithë këta? Po, 3 vajza e tjenë Tirana, asgjera se voton baban e saj. Asgjera nuk vetë ti e po i voto kujtim Gjuzi. Po, masë dhe japi këtë herë, po, hajde. Po, jo, orba është qesharake, ky është shtet kartoni o tek, ky është shteti më qesharake ka Europa. Ky është shteti turpi, do dhe, është shtet turpi. Të falenderoj shumë, do të... Ja, shko që do bëj tani, shko, para 11 maj, nuk do rapsojnë ta, para 11 maj, do ta marrë vesh. Po. Vdekje trasarve të komi, liri shqiptarve, Shqipëria është e pushtuar, 80 vjetë... Shqipëria është e shqiptarve. 80 vjetë, shteti pushtuar nga vetë shqiptarët, e në banda sërbo-greke. Të falenderoj shumë dhe të uroj një ditë të mbarë. 80 vjetë turpi, ditë e mirë. Ditë e mirë. Ka dhe kundërshtime, kanë mendime të ndryshme, opinionet e qytetarëve, por ama nuk më lejojmë që kalojmë në ofendime për individ. Por... si thua regjia, shkojmë pak në hapësirë muzikore më mirë se s'na u desh me politikë që në mëngjes shiko politika, direkt filloj popit, në fakt ka drejta në kohë, sepse kaq vite
Edhe vazhdojnë, premtojnë akoma, rruga, ja, telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Si jeni? Urime për emisione. Faleminderit. Nga po telefononi, zotri? Unë po telefonoj nga Vlora. Nga Vlora, po. Telefonohet për temën? Po telefonoj për temën. Me opinioni juaj për listën që ka dalë? Mendoj dhe më thënë që listat e të dy partive, ose të paktën ato emra që pam, ishin të pritshme. Nuk është se kisha ndonjë surprizë. Po. Më bëri përshtypje që lista e PD-s, ata që duhet ishin lista hapur e kishin blinduar veten në listë mbyllur. Po. Deri diku parashikon një pasiguri të tyre që do të fitojnë. Po. E dyta që më bëri përshtypje ishte që në jug kishte 2 tërmete. Po. Tërmet Peçi në Tepelen edhe tërmet Gjiknuri këtu më Vlorë. Do me thënë do ketë tërmet, 2 tërmete. Jo, më bëri përshtypje si domethënë pozicionimi i tërmeteve në jug. Dhe kjo ishte ajo që mund të them. Për mua lista e PS-s kishte disa Mendon se është një listë e fortë apo se ka dhe largime nga këto emrat që kanë qenë deputet aktualisht? Mendoj që ka qefmbetje dhe duhet të ketë qefmbetje me drejtë. Është një listë që ishte deri diku e projektuar e inxhinieruar, për shembull të fusim një rom që të marrin vota rome, të fusim një çam që të marrin vota çame. Për mua kjo më duket absurde. Nuk do me thënë që ti jesh rom të mbrosh më mirë ti të drejtat e romëve. Nga këto skemat e Mourinhos. Të mbrosh më mirë do me thënë interesat e çamëve. Kështu që një gjë tjetër do me thënë ishte edhe prania e Dules në listën e PD-s në listë në Vlorë. Mendoj do me thënë që në qytetin e pavarësisë të vendosësh Dulen në listë, do me thënë nuk e di, është i cili ka një agent të qartë, do me thënë territoriale, ku e di unë, shoviniste greke. E pas keni studiuar mirë listën nga 2 ekrat. Jo, po e shikoj do me thënë çfarë bën përshtypje, jo se kam bërë një studim. Nuk e di, a të bëri përshtypje blerja që kishte bërë Partia Socialiste nga Partia Demokratike, kishte marrë një demokrate, që është pedagoge në Universitetin e Vlorës. Nuk mund të quaj blerje, mund të jetë edhe shitje, ore. Mund të keni shitur ju. Pse jo, se besoj. Por, nuk e di, do me thënë, në qoftë se ajo ka qenë një përkrahje e Bashës, si kundër erdhi informacioni para prak, do me thënë të paktën nga Çusa, do me thënë që ka qenë një përkrahje e Bashës, ajo është në partinë e duhur. Do me thënë, nuk kam në socialistë e Lulzim Basha, kështu që nuk e besoj që është... Po, këtu të jatë të drejtë edhe unë jam me ju, po. Kështu që ajo është në partinë e saj, thjesht ka dalë hapur cilës parti përket. Po, Basha nuk doli në listat e PS-s vetë? Po, ja, ka futur në listat e PS-s, është kjo zonja që voton ju. Po. Kështu që në base dhe vetë, do me thënë, vetë do vazhdoj të punoj si që ka punuar nga jashtë për të marrë sa më shumë vota, ose për të djegur sa më shumë vota të opozitës, se nuk do me thënë që opozita duhet i fitoj, ajo opozita duhet fitoj. Opozita mund fitoj, por dhe ka njerëz që shërben për djegur vota. Për shumë një pjesë partive të vogla kanë këtë mision, do me thënë për të djegur sa më shumë vota të opozitës. Kështu që, do me thënë, është një listë strukturuar dhe studiuar për të maksimizuar fitoren, por nuk është e strukturuar dhe studiuar për të rregulluar Shqipërinë. Kështu që është një listë që mendoj unë në të dy rastet, janë lista të 2 partive, të cilat janë lista të interesave personal, po jo të interesave kombëtare, interesave qytetarëve. Të mira për interesat personale, të dobta për interesat e qytetarëve. Nuk janë përfaqësues. Për qytetarët s'mendojnë fare, për vete më shumë. Po si do të shkojnë qytetarëve tani derë më derë, kur i kanë vajtur kaq vite, duke premtuar do të bëjmë rrugën, do të bëjmë urën, do të bëjmë shtëpinë, do të bëjmë... Me mënyrën se si do të thonë votohet në Shqipëri, nuk është e thënë që qytetarët votojnë që këta zgjidhen. Qoftë edhe 10 qytetarë votojnë, këta prapë zgjidhen. Kështu që këta nuk kanë nevojë për qytetarët, në fund të ditës që të jenë.
Kështu që ekzistenca e partive politike është pavarësisht nga qytetarët dhe prania e këtyre në parlament është pavarësisht nga qytetarët. Tani kush do jetë një grupim apo grupimi tjetër, kjo varet deri diku nga qytetarët, por edhe këte kanë rregulluar, kështu që besoj që këta do vëmë për të peshkuar aty ku ka peshq. Në Shqipëri nuk ka ngel më peshq, sepse loja e tyre është zbuluar, është e hapur, është e qartë, nuk i voton më njeri. Në diasporë besoj ata do shkojnë për të mbledhur vota, dhe në diasporë ka dy lloj njerëzish që do votojnë. Njerëzit të cilët kanë ikur nga Shqipëria dhe këto vitet e fundit dhe do votojnë kundër kësaj qeverisje, sepse e njohin dhe kanë ende të freskët mbledhjen e largimit, dhe njerëz që kanë ikur herët, të cilët mendojnë që Shqipëria është transformuar në mënyrë ka ndryshuar, Shqipëria ka ecur. E krahasojnë Shqipërinë në momentin kur ata kanë ikur. Ta që kanë ikur në vitet 90. 97, 90, 92 dhe shikojnë që Shqipëria është bërë më mirë dhe ata mendojnë që sigurisht do të thonë që kjo qeveri e meriton të votojë sepse ka transformuar. Nuk e kuptojnë për shembull që ka ikur 30 vjet kohë dhe kushdo që të ishte, domethënë normale që dinamika dhe vetë zhvillimit, domethënë do ta zhvillonte gjën. Pra nuk është se e ka zhvilluar qeveria, e ka zhvilluar koha. Mund të marrë një goditje pushteti nga vota e diasporës? Se mendon se nuk e besoj, sepse këto dy vota do ekuilibrohen, dhe duke parë organizimin më të fortë që ka pushteti në sensin e arritjes së identifikimit dhe e mjeljes së votës në vendin e duhur në kohën e duhur, mendoj që do të thënë që nuk do ketë ndonjë surprizë nga diaspora. Po përse do Rama dhe i mandat 4? Çfarë ka për të dhënë edhe 4 vite tjera? Është tepër e natyrshme për njëri që është në pushtet të dojë ta zgjasë sa më shumë pushtetin e vet. Madje Rama po punon për mandatin e 5, 4 e ka sigurt. Por mendoj nuk është pyetje pse e do Rama një mandat 4. Pyetja duhet ishte çfarë mekanizmash kemi ne, mos t'ia vëmë Ramës si mandat 4 dhe ne në këtë moment që po flasim nuk kemi asnjë mekanizëm për ta ndalur Ramën për fituarin më. Pra e djatha nuk ofron asgjë për të po thua që për të mundur Ramën. E djatha sa po ndezi një sherr të madh në shtëpinë e saj. U organizoi primare dhe anulloi primare. Kjo ishte më mirë mos i kishin organizuar primare se sa e organizuan dhe anulluan. Pra e djatha vazhdon të jetë konfuze. Kuptohet që në Shqipëri domethënë jo të gjitha votimet, edhe primaret janë votime, nuk janë të sakta, nuk prezantojnë atë saktësisht atë që duhet të prezantojnë. Sepse njerëzit në Shqipëri votojnë me njohje, votojnë me tifozlik, votojnë me taraf, votojnë se dikush u kërkojnë votën dhe nuk i thonë dot jo, dhe e gjitha kjo domethënë shndrohet në jo dhënien e një vote të merituar, por dhënien e një vote të rregulluar. Dhe kuptohet domethënë ata stafi drejtuesi i Partisë Demokratike e kupton këtë gjë, dhe nuk mundet domethënë që njerëz ku e di komplet pa njohur si ai që fitoi doli i parë në primare në Tiranë, domethënë të merret dhe të futen në listë. Kuptohet sepse ai nuk ishte dikush që nuk e dinte çfarë kontributi dhe askush nuk e di si i fitoi. Por mendoj se me këto metodat e njohjes, ku e di unë shoqërimi, ku e di unë se çfarë, por megjithatë primaret ose mos i organizo fare, ose po i organizove të paktën respektoj. Dhe duke mos i respektuar primaret ndodhi kjo që ndodhi. Pra, domethënë opozita sapo e futi vetëm një luftë brendshme prapë. Pra edhe në një luftë tjetër e cila duket domethënë se opozita me dëshirën e saj nuk do të fitojë. Pra, në vend që të ndezi luftën me palën kundërshtare, po ndezi luftën brenda vetes. Brenda vetes. Tani filloi pa kënaqësi, po edhe nga Partia Socialiste ka pa kënaqësi. Po përveç Petrokoshit që tha gjys trafi kështu edhe një ditë, nuk foli me njeri. Domethënë, Damian Gjiknuri e pranoi domethënë të ishte në listë hapur pa bërë asnjë koment. Pa shprehur asnjë pak kënaqësi, thjesht e pranoi si pak tjetës. Dhe ky është ndryshimi ndërmjet dy forcave politike. Një forcë ka disiplinë dhe unitet, dhe tregon domethënë kontrollin e liderit, sa kontroll ka mbi forcën politike, ndërsa forca tjetër është kaotike. Një thot një gjë, njëri thot një gjë tjetër, njëri ka mendimin e tij, njëri mbasi ka kontribuar 20 vjet në parti vendos domethënë ta hedhë poshtë investimin nga inati, ikën në drejtim paditur, mbyll telefonin. Nuk e di, domethënë, ky kaos, nëse ke këtë kaos
nuk arrin do të kontrollosh të tut. Si mund të kontrollosh nesër pas nesër këtë frymën popullore? Si mund të kontrollosh shtetin? Pra ti tregon që nuk ke kontroll në të situatës brenda oborrit tënd, brenda shtëpisë tënde. Po. Por a do të bëhet Shqipëria apo pa e dim që partitë dhe qeverit fitojnë, po shqiptarët sa do fitojnë? Shqipërinë, partitë e bën Shqipërinë. Partitë. Politika e bën Shqipërinë, qytetarët e bën Shqipërinë. Nëse ne jemi rrëmuj, jemi kaos, si do bëhet Shqipëria? Nëse ne nuk dim ku jemi, si ta bëjmë Shqipërinë? Do ta bëjmë, po do ta bëjmë siç e kemi bërë deri këto 30 vjet, në mënyrë sporadike dhe të rrëmujshme. Në mënyrë të pa disiplinuar, në mënyrë të pa planifikuar, dhe njerëz saktuar brenda shoqërisë tonë do përfitojnë maksimalisht, ndërsa njerëz të tjerë do marginalizohen derisa të vdesin apo të humben apo të zhduken. Kjo është domethënë, nëse ne jemi rrëmuj nuk arrim do ta bëjmë. Nëse ne nuk kemi plane të qarta të sakta se ku duhet të arrim, nëse nuk arrim të tërheqim vëmendjen e njerëzve të duhur, si ta bëjmë Shqipërinë? Po. Të falenderoj shumë për opinionin tuaj zotëri dhe të uroj një ditë të mbarë. Faleminderit dhe ju edhe suksese. Faleminderit. Kemi një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, si jeni? Mirëmëngjes. Nga po telefononi, zonjë? Nga Vlora. Nga Vlora, po. Keni marrë për temën, apo? Jo, dua të falenderoj. Gjithashtu dhe unë ju falenderoj shumë. Falenderoj. E ndiqni emisionin? Po. Falenderoj. Gjithashtu. Të uroj një ditë të mbarë. Ne do të shkojmë pas këtyre telefonatave, mundes aron politike, shkojmë në hapësirën muzikore. Mirë se vini, mirë se vini, mirë se vini, mirë se vini, mirë se vini. Ota jam e sofër shtruar me bura për të këtuar. Hajde zonje ta baka në pjerë ratin bënater ma. Mirë se vini, mirë se vini, mirë se vini, mirë se vini, mirë se vini. Silo me zenjo piruan, se mishi me dore baba. O grua, o moj kokon, një kokire la pleto. Mirë se vini, mirë se vini, mirë se vini, mirë se vini, mirë se vini. Krini kokën trokën, vini mirësi, këta jo në greni, kërë krushkun e për gjaqan, tolkia me shtaktilë Mirë se vini, mirë se vini, mirë se vini, mirë se vini, mirë se vini. Dolia te doli bashi shtatë doli ko pure në plasë. I duva te mëngjerti ala mori trutrake. Mirë se vini,
se vini, mirë se vini, mirë se vini, mirë se vini. Marshallah, çdo karakia I mori dhe pandemia. Ramdite në totë drushkia, po e shkroj Do që më hapësirë muzikore, në kohë flasim informacion të fundit, një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Fier Libov, që një motomjetër përplasu me një automjet tip Opel dhe si pasojë përplasë fort kanë mbetur plagosur drejtuesi I motorit I cili është transportuar me njerëz drejt spitalit rajonal Fier, por do patur kujdes kur ecim në rrugë, sidomos drejtuesi që lëvizin motor, po thesë ne shkojmë këtu në qendrën e Vlorës, ata që shpërndajnë kështu fast food që bëjnë parakalime të gabuara, futen vend e pa vend, edhe në fund pasaj bien për aksidente, por çfarë ka dhe drejtuesi I automjetit. Por ndërkohë ne do të ikim pak në Tiranë, vetëm pak fare. Në intervistë realizuar nga Pamela Shabani me psikologën Brunilda Laboviti do të diskutojnë ndikimin e rrjeteve sociale tek individët dhe shëndeti mendor, psikologja Laboviti do të ndajë mendimet e saj mbi mënyrën se si përdorimi I tepruar I këtyre platformave mund të ndikojë në sjelljen dhe marrëdhëniet ndërpersonale të njerëzve. Në fakt, është e drejtë më shumë merrem me telefonin se sa të diskutojmë me njëri tjetrin, të flasim. Kur shkojmë në një tavolinë, harrojmë se çfarë themi, harrojmë se për çfarë teme jemi ulur apo se për çfarë do të diskutojmë. Por dhe sot, ditë e fundit është afati duket 13 mars që do të mbyllet TikToku. Edhe normal që ka filluar streset dhe ankth tek njerëzit se do mbyllet TikTok. Streset dhe ankth për jetën dhe për njëri tjetrin, një për TikTokun. Ndjekim pak kronikën. Të dashur miq, ndodhemi te klinika Laboviti me psikologen Brunilda Laboviti, një psikologe shumë e njohur, por edhe shumë e suksesshme në fushën e psikologjisë. Zonjusha Laboviti, është një kënaqësi të kem sot, ku do të zgjidhemi me një temë shumë të rëndësishme për rrjetet sociale dhe se si ndikojnë ato në shëndetin mendor tek njerëzit, por në veçanti tek të rinjt. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi gjithmonë të shprehem edhe për të rinj, sepse është një tematik goxha e prekshme, të paktën në periudhën e fundit, aq më tepër që interneti ka, si të thuash, ka zaptuar një pjesë shumë të madhe të kohës tonë, edhe aplikimi në rrjetet sociale dhe koha që kalojmë në rrjetet sociale është bërë goxha intense. Për sa i përket, sepse normalisht ju keni njohuri të thellë në këtë fushë, a krijojnë njerëzit në përgjithësi, do të thoja, varësinë e rrjeteve sociale, edhe nëse po, a ka disa shenja që tregojnë këta persona kur janë të varur nga kjo gjë? Patjetër që ka persona qoftë të gruposhave të ndryshme që krijojnë varësi nga rrjetet sociale, përdorimi I rrjeteve sociale. Fakti është disa nga tiparet që duken haptësi që kanë një varësi të këtyre rrjeteve sociale, është menaxhimi I ulët I agresivitetit, ndonjëherë bëhen më agresiv se duhet, impulsiviteti I tepërt, apo dhe fakti që shpenzojnë kohë të tëra për të harxhuar në këto rrjete sociale dhe ndërkohë lënë më një anë detyrime të cilat mund të kenë qoftë në punë, qoftë në familje apo dhe në aspektin social apo shoqëror. Kur flasim për kohën dhe limitin që duhet të kalojë një person telefon, po them, nuk po them vetëm tek rrjetet sociale, a ka një kohë limite caktuar që një person duhet të qëndrojë gjatë ditës, apo pasi të gjithë besoj qëndrojnë më tepër se ç'duhet, mos e them që shumica është shumë e fokusuar në telefon. Patjetër që limiti do të ishte 0 nëse do të ishte në aspektin psikologjik, do të thotë që koha e shpenzuar në rrjetet sociale do të ishte 0, por kjo është totalisht e pamundur në kohën ku jetojmë, realitetin ku jetojmë, ku çdo gjë është bërë shumë virtuale, është totalisht e pamundur, por do të thoja që një mirë menaxhim I mirë I kohës, në oraret kufizuara, në oraret të shkurtuara ose edhe në kohë dhe në periudha të ndryshme të ditës, do ta bënte këtë përdorim të rrjeteve sociale më efikas dhe më të shëndetshëm në jetën e individit. Për sa I përket fëmijëve, pasi siç dihet nuk lejohet që një fëmijë në moshë 18 vjeç të ketë një rrjet social. Por duket që në vendin tonë kjo gjë është bërë shumë virale dhe pothuajse çdo person, çdo fëmijë ka një rrjet të tillë.
Patjetër që është një fenomen që na përbën qoftë një tematik tjetër më të gjerë, është një fenomen shumë i hasur në ditët e sotme, por kjo stimulohet shumë shpesh edhe nga prindrit, të cilët stimulojnë fëmijët e tyre që të jenë pjesë e rrjeteve sociale. Do të thotë ata preferojnë që të kenë një duke të fëmijëve të tyre në këto rrjete sociale apo një ekspozim në rrjetet sociale, kështu që do t'i këshilloja në aspektin profesional që të lejojnë fëmijët e tyre të eksplorojnë një moshë më të rritur me përdorimin e tyre rrjeteve sociale dhe jo në një moshë ku mund t'i përkasin fëmijërisë apo edhe para adoleshencës. Marrim pak edhe ngjarjen e fundit që ka ndodhur tek shkolla Fanoli ku një adoleshent hupi jetën për shkak mund të themi të një platforme TikTok, por edhe të një platforme tjetër, ku aty nisën edhe provokimet e para, edhe në bazë të kësaj erdhi edhe vendimi i marrë nga qeveria për mbylljen e TikTokut. Tashmë ka disa platforma në cilat të rinjt mund të shfryjnë agresivitetin e tyre ose mund të nisin dhe të konfliktohen, kështu që nuk përbën vetëm problematik, nuk përbën vetëm TikToku, kemi Snapchatin, kemi Sinjalin, kemi aplikacionet e tjera, domethënë të cilat mund të përdoren nga të rinjt lehtësisht ose grupe WhatsAppi në cilën ata mund të krijojnë konfliktet e para aty apo mund të iniciojnë konflikte, kështu që mbyllja e një rrjeti social nuk do të thotë mbyllja e gjithë problematikave që shvijnë nga për shoqërinë nga komuniteti i rrjeteve sociale. Kështu që patjetër që kjo nuk është, kjo mund të jetë një alternativë, por kjo nuk është një zgjidhje. Pra nuk mund ta shohim si zgjidhje. Ky është problemi. Mendoni që vendimi i marrë nuk është një zgjidhje konkrete për të larguar këta të rinjt apo të themi një mënyrë për të shmangë provokimet që ta nisin me njëri tjetrin? Absolutisht që kjo nuk është asnjë hap për zgjidhje. Nëse do ta shohim në këtë kontekst, një hap për zgjidhje ose një alternativë për zgjidhje është chtimi i numrit të psikologëve apo punonësve sociale në shkolla, pra ndërtimi i platformave sa më të gjerë mbështetëse dhe programeve mbështetëse për të rinjtë e sotëm, rritja e qendrave kulturore të fëmijëve, numri i qendrave kulturore të fëmijëve, pra nuk shohim që të kemi kapacitete jashtë orëve të mësimit jashtë shkolle, në mënyrë të tillë që fëmijët të ingranohen në aktivitete sociale, por jeta kulturore e tyre është shumë e vakët, kështu që do të thotë këto hapa duhet të ndërmarrë qeveria nëse do të dojë që të bëjë një përmirësim më të mirë ose të lehtësojë më shumë problematikat që mund ndodhin tek adoleshentët. Ka disa alternativa, nuk është thjesht mbyllja e TikTokut dhe po e zgjidhim këtë çështje. Mund të flisni pak për bullizimin online që ndodh në këto platforma, por edhe në komente të negative se si ndikojnë ato në shëndetin mendor tek një individ? Patjetër që kanë një ndikim negativ në shëndetin mendor, qoftë edhe të individëve të gruposhave të ndryshme, qoftë të rinj, qoftë të rritur që mund të jenë këta. Bullizmi në rrjetet ose virtual ose në rrjetet sociale, pra në botën virtuale, sigurisht që ka pasoja në shëndet mendor dhe shumë prej të rinjve mund të kenë arritur deri në tentativa suicidi për shkak të bullizmit në rrjetet sociale ose në aplikacionet online. Kështu që duhet ta konsiderojmë zonën psikologjike që ushtrohet në rrjetet sociale apo fatin që shumë prej individëve janë të detyruar të ekspozohen në rrjetet sociale pa dëshirën e tyre dhe të bëjnë veprime të cilat mund të shkaktojnë të sheshur apo një situatë komike, por ndërkohë është as pak normale. A njihen në sot të mjaftueshëm fëmijët me rolin e psikologut? Patjetër që kohët e fundit kemi një rritje të rolit të psikologut dhe ndërgjegjësimit të rinjve dhe fëmijëve të cilët janë për shkolla apo kopshte, të cilët duhet të prezantohen me psikologun e institucionet me rolin e tij, por ndërkohë që ka ende shumë punë për të bërë në lidhje me këtë drejtim, sepse ka shumë shkolla e institucione në të cilat psikologu nuk njihet nga nxënësit. Megjithatë, unë mendoj që kohët e fundit është bërë një përpjekje e vazhdueshme për ta njohur rolin e psikologut, pavarësisht kapacitetet të vogla të numrit të vogël që mund të ketë. Zënysha Laboviti, kemi ardhur në fund të intervistës, dhe unë doja të pyes edhe diçka tjetër në fakt. Çfarë këshilla do të jetë ju sot të rinjve, por edhe prindërve në lidhje me këto platforma, pra përdorimin e tyre si ndikojnë ato? Patjetër që duhet të jetë zëvendësimi i këtyre aktiviteteve sociale, duhet të zëvendësohet me aktivitete fizike, aktivitete që të japin kënaqësi për jetën, aktivitete të cilat të përmbushin ditën dhe nuk të lënë në monotoninë dhe në hipnozën e rrjeteve sociale. Unë në fakt do doja të dilja pak dhe nga tema e rrjeteve sociale, të dini pak më njanë, edhe në fakt doja t'ju kërkoja ju një këshillë për vete, por edhe për Almandën si dy studente të psikologjisë. Patjetër që mos u dorëzoni,
keni shumë punë përpara, ka shumë nevojë për ju në këtë komunitet ku gjendeni dhe nëse do ta zhvilloni punën tuaj në Shqipëri, patjetër që edhe konteksti shqiptar është goxha i ngarkuar, ka goxha problematika dhe mendoj që do bëni edhe ju më të mirën tuaj pikërisht për të ardhmen e vendit tuaj. Shumë faleminderit dhe ishte një kënaqësi për mua t'ju kisha sot në Agon Blu dhe shpresoj që të shihemi përsëri dhe pse jo për një temë të rëndësishme në vendin tonë. Patjetër. E falenderojmë psikologën Brunilda Laboviti dhe kolegen tonë Pamela Shabani, ndoqim të intervistë me psikologën, cila dha disa këshilla dhe për të rinjt, për rrjetet sociale. Por ndërkohë, ne do të shkojmë sërish në një hapësirë muzikore, sidomos zonja që mori pak më para kërkonte muzikë popullore, regjia, muzikë popullore. Jo me kështu, në ato që këpusin telat e zemrës që në mëgjes. E zemrës. O në sababa dalë yli, hajde ku o në sababa dalë yli, tërbimi, vito tërbimi, bushje ujë të burimi, tërbimi, vito tërbimi, 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 vito tërbimi, 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 vito tërbimi.
Ndoqëm hapësirën muzikore, ndërkohë flasim disa informacione të fundit. Tërmet 4x4 ballë Trondit Napoli, tërmeti që foli, që tha para folsi, tërmet Peçi dhe tërmeti që do bëj Damian Gjiknuri në Vlora, apo kudo që shkon Gjiknuri që thotë do bëj tërmet. Por në tërmet Trondit Napoli, një tërmet magnitudo 4x4 shkallës së Richter, është regjistruar në orën 1:25 të natës, me orën italiane në zonën e Napolit. Epiqendra ka qenë në Pozulli, duke ndjerë fuqishëm në të gjithë qytetin. Banorët kanë dalë të friksuar nga shtëpitë e tyre, ndërsa pamjet të shpërndarjes sociale tregojnë dëme të shumta materiale. Shpresoj mos ketë dëme të lënduar në njerëz pa dëme materiale të keq, sepse s'mund ta parandalosh dot tërmetin kur do bjerë, nuk të lajmëron. Por gjithashtu kalojmë në informacion tjetër, të shtëna me armë drejt policisë në Kurbin, plagosë një efektiv 2 të arrestuar, një operacion i policisë vendore të Lezhës në Kurbin është shoqëruar me shtëna armësh drejt forcave të rendit. Një efektiv policie ka mbetur i plagosur, ndërsa 2 persona janë arrestuar. Gjëra ka ndodhur gjatë natës dhe policia ende nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare. Pra, këto ishin 2 informacionet e fundit të dërguara në redaksin ton, por ndërkohë ne do të shkojmë tek kalendari historik, regjia, tek kalendari historik. Kalendari historik 13 mars. Në 1881 vritet nga një atentat cari i Rusisë Aleksandri II. Ai ishte perandori i Rusisë prej 1855 deri në vrasjen e tij në 1881. Aleksandri II u vra ndërsa u kthye në pallatin e Dimrit në një karrocë të mbyllur. Në 1943 forcat gjermane likuidojnë geton hebraike në Krakov të Polonisë. Geto e Krakov ishte një nga getot e mëdha hebreje metropolitane të krijuara nga Gjermania naziste në territorin e ri të qeverisë së përgjithshme gjatë okupimit gjerman të Polonisë në luftën e dytë botërore. Në 1965 vdes në Florida në moshën 83 vjeçare Fanoli. Fanoli, një shkrimtar, studiues, diplomat, politikan, historian, orator dhe themelues i Kishës Ortodokse të Shqipërisë, i cili shërbeu si kryeministër dhe regjent i Shqipërisë gjatë revolucionit të qershorit. Noli u vendos përgjithmonë në SBA në vitet 30, duke marrë në shtetësinë dhe rënë dakord për t'i dhënë fund përfshirjes së tij politike. Në 1967 lind në Medellin Andres Escobar. Escobar, një futbollist kolumbian që debutoi si mbrojtës, luajti për Atlético Nacional dhe ekipin kombëtar të Kolumbisë. Me 9 këndën gentleman, ai është i njohur për stilin e tij të pastër të lojës dhe qetësisë në fushë. Në 1979, lëvizja e ri Gjellur, e kryesuar nga Mauricio Bishop, shkarkon kryeministrin e Gerandisës Erik Gejri nëpërmjet një grushti shteti, një lëvizje që mori kontrollin e vendit me një revolucion të suksesshëm në 79 dhe vendosi me dekret si qeverinë revolucionare popullore deri në 1983. Ndoqëm kalendarin historik, ndërkohë kemi një telefonat, por do të kemi një lidhje pas pak me telefonuesin. Ndërkohë do të flasim pak për... Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje, si ja kaluat? Si jeni zotëri? Mirë, faleminderit. Përgëzime për emisionin. Faleminderit. Nga po na telefononi? Ju telefonoj nga Lumi i Vlorës, pikërisht nga fshati Kallarat. Nga fshati Kallarat, fshati më i bukur. Kam rastisur, kam vajtur, por më vjen keq për pjesën që largimi
i njerëzve që kanë nga fshati, por probleme që kishin infrastrukturë, shkolla e mbyllur, me çfarë kanë bërë një kronik dhe është për të ardhur keq. Është vërtet për të ardhur keq, po kemi edhe një problem tjetër, akoma edhe më të madh, nuk e di nëse jeni informuar. Sapo e kemi trajtuar, si informacionin e parë që kemi dhënë me hapjen e emisionit ka qenë për marrjen e ujit nga buronjat e Kuçit. Marrjen e ujit të lumit Shushica. Po. Dje pati mos gaboj informacion që pat një si tip proteste, kishin vajt mjetet e rënda për të nisur punime, po nuk ishin lejuar nga banorët. Po nuk i kishin lejuar banorët, po dje ishin lidhur vetëm shumë pak, ishin vetëm banorët të fshatit Kuç. Po. Ndërsa herët e tjera në protesta kemi qenë të gjithë si zonë, domethënë fshatra duke filluar nga fshatrat e Çelenicës deri në Kuç. Si vazhdon kjo situata? Çfarë keni bërë deri më tani? E keni kundërshtuar? Normale që kemi kundërshtuar dhe do të vazhdojmë ta kundërshtojmë deri në fund. Neve atë kemi jetë, po na morë lumin Shushica ngorzëm, kurson, mbetemi si peshku pa ujë. Po pse kanë marrë të nisëm ta, në lumin e Vlorës do të marrin ujë, në fshatin Trajgjas ujë, në fshatin Dukat ujë, për të furnizuar resortet e tyre, mund të themi në Dhërmi apo në Himar. Kjo tregon se vinë në shtëpi pa ftuar edhe marr unë çfarë dua unë. Fiks fare, kështu kanë bërë, edhe përgjigje tyre është tonë që ujit nuk është gjuaj. Po, është normale, ujit nuk është joni, ujit është të gjithëve. Po. Ujit është edhe i turizme austriak, gjerman, holandes, që vinë këtu me dhjetra, që vinë edhe më takojnë mua në fshatin tonë, edhe më thonë ngrihuni koço, mos e lini të marrin të drejta tuaj, se uji është jetë so. Të huaj që vinë aty. Të huaj, po, ka miq shumë të mirë holandes, gjerman, austriak. Që e din këtë situatë. E din këtë situatë. E din se ata këtë gjë shijojnë nga ikin nga vendet e tyre, nga Austria, nga Vjera, për shumë atë kam jetuar edhe ushtu vite, u pëlqen kampingu në lum. Po nëse u mor lumi, ata nuk kanë nevojë për gurët e lumit. Duan të shohin ujë. Është gurgullim, peshqit. Shumë e vërtet. Në rast se merret ujë, pastaj ç'kuptim ka? Fiks fare. Çfarë thot, si është zgjuar Kallarati sot? Kallarati sot është zgjuar si mos më keq se ja doja të dilja edhe këtu. Neve po bëjmë afërsisht jo 48 orë se i bie që të gënjejem, po të paktën 30 orë pa drita valla. Pa energji elektrike? Po, pa energji elektrike. Por keni bërë në njoftim me OSHE-n, njoftojmë OSHE-n ta shikojë këtë problemin e... Kemi marrë telefonata edhe thonë sa kanë që kanë ikur, kjo është përgjigja, sa kanë që kanë ikur. Thjesht do të dinë sa kanë që ka ikur, pas nuk po marrin që do t'u zgjidhin. Jo, nuk kemi marrë. Vetëm Kallarati është pa drita apo ka dhe fshatra tjerë? Janë fshatrat e lumit të Vlorës. Fshatrat e lumit të Vlorës, pa energji elektrike. Fshatrat e lumit të Vlorës, po, se kemi miqët dhe na marrin telefon edhe i telefonojnë. E kemi informacion, jemi live, po dëgjoni zotrin, fshatrat e lumit të Vlorës janë pa energji elektrike, kështu që shpresoj që të ketë një ndërhyrje nga OSHE-a për të sjellë energjinë elektrike banorëve të pakët që kanë mbetur në apo jo, se shumë pak banorë kanë mbetur në fshatrat e lumit të Vlorës, çfarë kemi parë dhe sepse investim pati, u bë rruga, por U bë rruga, po nuk kemi njerëz, rruga u bën me vonesë. Neve donim rrugën, normale që e donim, po ka diku njerëz. Rruga nga 5 pleqë në për shtëpi. Nga 5 pleqë për shtëpi. 5 pleqë në për shtëpi, edhe aq më tepër çfarë do bëjnë? Në momentin që ka as drita. Kjo shipo bie. Çfarë do bëjnë njerëzit? Po shkolla e Kallaratit sa kohë ka që është mbyllur që? Shkolla e Kallaratit po bën të paktën 13 vjet që është mbyllur. Të vjen keq kur shikon fshatin që s'ka fëmijë, nuk gumëzhin. Më vjen me të vërtet shumë keq, më vjen se është fshati që unë kam lindur dhe jam arritur. Edhe të shikosh edhe 3 fëmijë të vegjël që kanë ngelur i çojnë në njësinë administratore Hor Vranisht. Po, në njësinë administrative Hor Vranisht për të vajtur në shkollë. Kemi pasi shprehje neve do ta themi kështu popullore, që si të themi neve, thoshim dikur si pleqët e çore. Pa patur gjë me çorjotët, se unë kam shumë i që atje në Çoraj, po nemi ka ta nisur më keq. Në Çoraj të paktën sipas informacioneve që kam janë 17 familje. Ndërsa në Kallarati dikur ka qenë 130 familje, tani janë 25. 25 familje kanë mbetur dhe ku pjesa më e madhe janë moshe 3. Janë moshe 3, moshe 3. Është për të ardhur keq, Po. E kuptoj. Është për të ardhur keq. Normal që të shikosh që Shqipëria boshatiset të vjen keq. Ndërkohë ne kemi vendi ynë ka resurse plot, ka mundësi plot, por janë politika të tilla që
Janë politikat, fikse janë politikat. I largojnë njerëzit. Vendin që kemi ne, siç po ja thashë më parë, nga që jam edhe pak shumë gjufolës, që flas me shumë turistë që vinë, më dje pa që vinë këtu ja bëjnë, oh my god, ngelen të manitur. Të manitur. Të manitur, ata që kanë ardhur parë, oh my god, edhe sugjerojnë edhe miqtë e tyre. Ndërsa ne që jemi këtu themi kur do ikim. Neve s'kemi kur do ikim, po të dalësh ku që del xhiro, dëgjon që është për të ardhur keq fatkeqësi, domethënë çuna nga 20-21 vjeç, 22 vjeç, 25, kur do ikim, ku do të marr kushurira, të gjithë këto të largohen sa më parë nga ky vend. Është për të ardhur keq. E kuptoj. Ka nisur fushata ande nga zona juaj, çfarë thon? Dëgjohet shumë pak. Tani besoj do t'jenë krah banorëve, do ju takojnë, do ju përgëzojnë, do ju premtojnë. Tani, unë jam i bindur që do na duan më shumë se kur. Dashuria ndaluar, pa e sa. Premtime. Atë që u iku kjo jetë shqiptarëve me premtime, po mbajeni ato 3 premtime një herë, mbajeni mend që premtuan po dhe realizuan. Tani rrugë, jemi dakord, por ai që është familjar do edhe pak ekonomi, se pa ekonomi nuk ban dot shtëpi. Edhe rruga i vajti ora për të bërë rruga, edhe në qoftë se mos të bëhej rruga, nuk do kishin mundësi këta që të fusin diçka në xhepat e tyre, po tu mushësh mendje prindërve të mi, prindërve të tuaj, prindërve të gjithë shqiptarëve që i kanë kaluar të shpatu jetë. Atë s'u mushësh mendje. Sa mushësh mendje ata gëzojnë ku bëjnë një rrugë sepse normal nga ajo rrugë fitojnë edhe ca gjëra për vete. Fiks fare, se ata që bëjnë rrugën nuk e bën kot rrugën, se do bëjnë edhe resortet e tyre, mohabetin që thanë, që do marrin edhe ujin edhe shumë gjëra që kanë lehtësira për vetet e tyre. Për komunitetin nuk mendon asnjëri, as ka menduar ndonjëherë. Është e çuditshme që kaq shumë xhepa paskan sa nuk i mbushkan dot. Fiks fare miku im, kanë paskan shumë xhepa, edhe nganjëherë se çfarë do marrin me vete valla? Ata mendojnë se do të marrin vërtet me vete. Nuk e kupton. Nuk ka, jetë e dytë nuk ka valla. Shko njeriu e kupton kur është në sekondën e fundit, çfarë kemi dëgjuar. Kur i vjen finishti që duhet të ikë nga kjo botë, nga kjo dynja, atëherë kupton, i vjen shiriti, i rikthehen gjërat se është munduar edhe flodhu kot se bëj mirë ai sa je. Është shumë vonë. Të uroj një ditë të mbarë dhe shpresoj të vinë dritat në Kallarat, jo në Kallarat, po edhe në fshatrat të tjerë zonës Lumi që nuk ka energji elektrike. Shumë faleminderit që përgëzoj për emisionin se ju ndjek çdo ditë në YouTube. Faleminderit, ditë të mbarë. Faleminderit juve, ditë të mbarë. Pra ishim me një banor, telefonues nga fshati Kallarat, që folëm për marrjen e ujit të Lumin Shushit, por dhe problemi tjetër që kanë disa orë pa energji elektrike në Kallarati, po dhe fshatrat të tjerë të zonës së Lumit të Vlorës. Jemi në 2025 dhe normal që do të ketë efekte, por që halli është jo kaq shumë orë, duhet të zgjidhen banorët dhe besoj se OSHA do të jetë duke dëgjuar këto informacione dhe do të merren masat për të risjell energjinë elektrike. Ne do të shkojmë tek parashikimi i horoskopit të kyjet, kaq kemi mundësi që të bëjmë edhe të parashikojmë se më shumë nuk kemi gjë tjetër në dorë për cilin zërin e qytetarëve që marrin çdo ditë nga hëna në të premte në ekranin e Blu Televizion në emisionin Argo në Blu. Bashkë do të përshëndetem, do të takohemi sërish nesër, po në të njëjtën orë, ju urojmë një ditë të mbarë dhe të jeni mirë. Horoskopi ditor 13 mars. Danshi, do t'jeni të ngarkuar me përgjegjësi të mëdha dhe do të keni shumë gjëra për të çuar deri në fund, po pavarësisht kësaj, nuk do të ndjeni aq të fuqishëm sa të menaxhoni me sukses çdo gjë. Fatmirësisht situata do të vinë duke u përmirësuar, ndaj bëni kujdes. Demi, jeni duke u përballur me një fazë të bushur me tension, tani do të ndjeni nevojën për të relaksuar dhe gjetur qetësinë. Vënia në diskutime thuajse gjithë jetës tuaj brenda një kohe të shkurtër, ka luajtur një vendim tek ju. Mund të flitet për një situatë të vështirë dhe një ndërprerje e cila riparohet sërish. Situatat e lëna pezu janë të shumta, ndaj duhet i menaxhoni me kujdes. Lodhja do të jetë e pranishme. Binjakët, do të keni mundësi të merreni me gjëra që ju argëtojnë, nga ana tjetër jeni natyrë që prireni të shtyni problemet. Kjo mënyrë së vepruari mund të akumulojë një sër situatash që kërkojnë zgjidhje edhe për pasionet. Gaforia, gjatë ditës humori juaj ka qenë i luatër, duke mos u ndier rehat dhe duke mos bërë gjërat që dëshironi. Jeni duke kaluar një situatë stresuese në dashuri dhe raport me të tjerët. Në sferën profesionale keni marrë premtime të cilat nuk po marrin jetë dhe jeni konfuz.
Luani, orët në vijim do të jenë të rëndësishme për sa i takon punës, nuk është as pak një periudhë e favorshme sa i takon financave, pasi ide do i keni, mirë po do t'ju mungojnë parat për t'i vënë në zbatim. Kush ka një kompani duhet të stabilizojë financat, parashikojt situatë me ngarkesë, ndërsa sa i takon dashurisë, ditat do të jetë pozitive. Përgjëresht, aspekti fizik ka një rol të rëndësishëm për të lindurit e shenjes, që e kanë vështirë t'i kushtojnë më shumë vëmendje, duke u marrë vetëm me anën mendore, ku dhe ndjen veten më mirë. Parashikojnë momente tensioni për t'u kapërcyer, ndaj bëni kujdes ndaj situatave kritike. Peshorja. Ka shumë mundësi që dikush t'ju vendos nën presion, do t'jetë një ende mbushur me pengesa, duke bërë që t'jeni nervoz. Mund të mbani shumë për brenda, vetëm mos i ktheheni kundër dikujt. Akrepi. Në dashuri nuk ka pasur shumë të reja, pasi kush është në lidhje e mban dhe kush nuk është nuk po e kërkon. Në një krizë nga java e kaluar mund të shkaktojë dhe tensione. Tregoni të kujdesshëm me të lindurit e shenjave të Luanit, Akrepit dhe Ujorit. Shqiptari është koha të jeni më konkret, ku do të keni fushpamje më të qartë dhe do të jeni në qendër të vëmendjes. Mundoni të mos përfshiheni në situata të komplikuara. Në vendin e punës do të keni të reja interesante, por pavarësisht qëndroni me këmbë në tokë. Britsjapi. Parashikohet një ende e mbushur me situata konfliktuale. Si në dashuri dhe me kolegët, sfera e ndjenjave mund të jetë e komplikuar për t'u menaxhuar, ndaj këshillohet të flisni me zemër dhe të lini tensionet më njanë. Ujori, nuk do t'jetë një ditë as pak pozitive sa i takon lidhjeve, ndaj nëse ka aktualisht probleme, situata do të komplikohet më tej, ndaj duhet bërë sqarim. Orët në vijim do të jenë disi të ngarkuara me tensione, po ashtu parashikohet dhe debulesë fizike. Peshqit është një moment interesant sa i takon punës, ndërsa në dashuri do të ketë komplikime, sidomos nëse jetoni në një lidhje e cila nuk funksionon prej kohësh dhe nëse jeni të dyzuar mes raporte.